Lidhja Demokratike Bosnjake me mbështetjen e deputetëve të Frontit Evropian po kërkon nga parlamenti ndryshim në kodin penal që do të parandalonin çdo nënçmim ose mohim në të ardhmen të gjenocidit të kryer kundër popullit bosnjak në Srebrenicë. Со предлогот за дополна на Кривичниот законник се бара во ставот 3 од членот 407а од Кривичниот законник по зборот Холокауст да се додадат зборовите геноцидот во Сребреница. Односно, како што геноцидот извршен над евреите има име Холокауст, така и ние бараме геноцидот кој е извршен врз нас во 1995 година да има име геноцид во Сребреница. Duke qenë se ata nuk janë parti parlamentare, amendamentet e propozuara do t'i paraqiten kuvendit në emër të tyre nga grupi parlamentar i Frontit Evropian. Propozimi për ndryshimin dhe plotësimin e nenit 407A të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë së Veriut ka për qëllim që të sankcionojë në mënyrë të qartë dhe të prerë mohimin e gjenocidit të Srebrenicës, si një akt që jo vetëm fyen rënd kujtimin e viktimave, por rrezikon drejt për drejt paqen, bashkëjetesën dhe stabilitetin rajonal. Në prill të vitit të kaluar, Lidhja Demokratike Bosnjake ngriti pati penale kundër Ivan Stojković, i cili tani është zëvendës kryeminist dhe ministër i marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve, për mohimin dhe talljen e gjenocidit të Srebrenicës, duke e quajtur atë një Disneyland nekrofil. Prokuroria i hodhi poshtë akuzat. Ky vit shënon 30 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës, në të cilin mbi 8000 bosnjak u vran brutalisht nga antarët e ushtrisë së Republikës Srpska në vitin 1995. Në vitin 2010, Maqedonia miratoi një rezolut mbi Srebrenicën në parlamentin e saj dhe vitin e kaluar ishte bashkë sponsori i rezolutës së Kombëve të Bashkuara.